Po do të thonë niveli i futbollit dhe niveli i garës në çfarë drejtimi është duke shkuar. Qëre, unë mendoj që kemi harru dritën dhe po merremi dritës urime e titulli kampion, po unë kisha dashur që mos më met borxh faktikisht klubit i cili e ka respektu ligën maksimalisht, Prishtinës Re. Edhe du mi falenderu publikisht që me dignitet tjashtë deri në momentin e fundit janë paraqit, e jo si në kalumën që ka pas raste kur klubet janë dorëzu prej janarit, edhe nuk domethënë e kanë rujt integritetin e ligës, edhe është për të marrë shembull se si duhet me luftu deri në momentin e fundit pavarësisht situatës në cilën gjendesh në aspektin tabelar. Ndërsa sa i përket dritës, kemi potencu disa herë që është organizimi tjetër nivel dhe normalisht që fundi dihet. Se do të flasim pak edhe për ligën e parë. Tabelën ta kemi këtu regjia, është java e fundit dhe ende nuk dihet se cila prej skuadrave do të përfundojë në pozitën e barazhit. Aty ka mbetur veç tash se duket kemi edhe një reagim tjetër dhe duhet patjetër të japim hapësirë